Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Kam bërtitur mjaftueshëm vino? Jam mirë me zërin? Okej. E mos e më thone, kam zërin e ullit, e kam zërin e Po ullit. mëson ta hedhësh zërin. Po e hedh zërin. Bravo. Sot dua ta nis me një status në Facebook. Në Aq Facebook. plak jam. Në Facebook. Po. Ti dhe manjakët që duan të pinë këmbri në Facebook. Mua më pëlqen shumë. Ky është Aleksandër Gjoka në fakt. I cili nuk është një manjak këmbësh. Ftes për Aleksandër Gjokën. I kam hyrë mik për të na ardhur këtu. I çuanja 2 videot mia, tha kush o ky se mos e zgërdhin dru me këto që thot. Daja Moth, shpresojmë që jo. Po mendoj për përballjen time imagjinare tek ferma VIP. Ha 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 ha. Që të jeni të qartë ju portale, unë akoma se kam njohur dhe s'dua ta njoh të qenit VIP, sepse e ndjej vehten mirë në mes disa artistëve që nuk janë VIP, si puna ime. Mos harroni o portale se amatorët i kemi me pakic, mos ta them fare pika tung. Nuk ka thënë eca ty? Eca aty, e themi ne për atë, eca aty, Daja i Moth. Domethënë qarta i ka thënë jo fermës VIP. Po ideja që më pëlqen më shumë është që është marrë me termin VIP. Që e ka se është bërë kështu më VIP, të gjithë VIP. Po. Është e vështirë ti është VIP. Do lek, do një lloj statusi që ti jesh i distancuar nga mileti i thjesht. Nuk mund ta shohësh në autobus siç ta shikon ne. Ose kur sa herë të ka ndodhur ty të shkosh te kasapi edhe Elvana Gjata, problemisht të grira ajo. Për të bërë qoftë. Po, bën qoftë Elvana i bën vetë atje. Ose është kështu, është aty te djathi. Vjen edhe Alba Skënderaj, thoshë mbi 3500 lekë, se 2 veta jemi. Në këto sikletet. Nuk të ndodh më. Po e shkoja çik diun atë Big Brotherin. Se ti je dhe fans shumë i madh. Shumë i çmë, e parë se do bënim këtë emision. Kështu një që këto gjithë çicat shumë po i shpërthenin atje. Ishin veshur me Prada, me kështu. Është nisë do të shkosh në kafe ata. Po ç'pun këtë jo Denis me Bigun, me Rielit, je shumë mirë. Ç'pun kam unë me ta. Si thaj, unë jam ku jam, pine i gotë verë. Si te vena, domethënë, me të njëjtën reati jemi edhe këtu. Gëzuar. Gëzuar. Më mirë te vena se atje. Një mikesha ime, që mund ose mund mos i Dalina Buzi. Po thoshte këtë që zemra, Rali duhet të bëj të ndihesh mirë me veten. I shikon ata e thua, sa budallë. Edhe ka të drejtë ore. Nuk duhet të thuash ti tani çfarë po mendon ai sa i zgjuar që nga. Përse ajo Kosovës, si eksa It's My Home? It's My Home është fantastike. U vdisja fare për atë mos e si nxjerrin në videot e atyre. Nuk ka të dytë si It's My Home. Ora ishte kështu si cirk aty. Kur deri këta freak show që janë këta njerëz të çuditshëm, ashtu ishin të gjithë aty. I paktën çmimi i madh i atyre bën sens, ato çmimi i madh që fitonin një apartament në Prishtinë. Po qefën, në Prishtinë, këtu, okay. Ata mund të ishin të pastre për shembull, shkonin aty dhe konkuronin, luftonin për një strehim. Po kjo ndodhet edhe këtu te Big Brother janë. Shkojnë të pastret. Po këtu luftojnë për sponsora, luftojnë për shumë aspekte të ndryshme. Ki pati ato hynë në Big Brother, një faqe që ka bashkëpunuar me ato më përpara ja përdor imazhin se është Big Brother. E mban mend kur ke qenë 15 vjeç që visheshe me. Me vërtetë? Po. Çfarë thua? Ua, do dalin videot e mia me kondicionera për duar kam bërë unë sa kështu. Me elektroshtëpiake i ke qef këto. Pa nuk janë aq të mira sa kjo. Sa Electromagic. Edhe Hagen. Po u ka rënë shikueshmëria kam dëgjuar unë këtyre. Pse? Nuk është se ishte shumë lart, të paktën këtë vit ky Big Brother i joni. Është ai i Kosovës. Po nuk kam më imagjino. Po imagjino këta morën edhe atë, i morën një të pandehur për opinionistë. Nuk e kanë për arbër. Mendoj që nëse je një person publik edhe je në momentin që mendon që karriera jote ka vdekur, je në një zgjedhje shumë të rëndësishme. Për shembull, je duke u nisur për të hedhur nga një ndërtesë shumë e lartë, se mendon që s'ja del dot më dhe thua, "Ore, po ti ke një herë Big Brother." Se nuk do fitoj, është e sigurt, paktën ai sponsor e ka rrugën. E po çka problemi është te kjo situativa që është monetizimi i kësaj famës. Se tani gjithë duan të hyjnë këta. Se di do edhe nga këto story që janë këto bën këto reklama tani. Po. S'm ka thënë njëri mua sa lekë është storia? Ke një Reels mund të jetë 2000 euro, nëse ke pas shumë. 2000 euro të hedhësh kështu? Po që ka punë. Mund t'i ftosh në event, por nëse do të vinë është pagesë ekstra, nëse do të vinë dhe të postojnë është pagesë ekstra. Si të vinë në një event? Shumë ke synet lëkun e djalit edhe... Po, dhe ke synet lëkun... një influencer. Po, influencer, që të vi për shembull do 2000 euro, që të la postoj do 500 euro.
Po që t'ja presi? Se vinë kështu, Vinë edhe në shkuqëra private, mo? Në çfarë vende kështu aty? Evente më, për shembull, inaugurimi i dyqani. Baki, ka vdekur gjyshi, bet ka patur fiksim. Hajde hidhi dhe unë e fundi. Imagino, kam dashur gjithmonë të ma hedhi, si kështë Benjada. Si kështë? Belina. Brikena. Brikena. Kam dashur gjithmonë. Po nga që rrinë më njerëz në TikTok e kështu, nga që rrinë për kafene. Kështu një kafe çonte tjetra, pastaj duam në i gotë, shtrohet tavolina. Ja si ne këtu tani. Hahet në një gjë e mirë. Ti je shumë larg për të ngrënë, do doja të ishe më afër. Ti jep edhe ty i cop. Miruj, mos i hajt gjitha. Po sa janë kështu tani, sa janë gjithsej? Është kjo e topit, ajo e Kosovës. Unë mbyll ajo Po Kosovës? bëhet më ajo pra, unë mendoj që ajo... A do bëhet ajo kështë e Bernamin, më? A do bëhet Çka pra? thua, Laudini është duke fshirë lotët me lek. Po jo, it's my home. Po thua për atë ti? Po sepse mendoj që it's my home nuk po Ajo bëhet i më... përket Olimpi. Mendoj që it's my home nuk po bëhet më përderisa kishin shkuar të njëjtët konkurrentë Big Brother Big Kosovë. Qa faulla është bërë me këtë. Edhe thoni unë jam i poshtë. Tani them të kalojmë me Friendly Fire. Panik nga lajmet e luftës, informacionet e rreme, po rritin ankthin tek njerëzit. Ky është transmetimi i fundit i këtij emisioni pasi jemi në luftë. S'jam për këta njerëz kështu, Irani nuk do t'jetë në botrorin e 2026-ës. Në botrorin e 2030-ës shpresojmë që Irani të jetë në hartë. Mos jem që Irani, po kam qenë. Ç'është Iran? 77 milion fëmijë në botë janë obez. Prindrit po mundohen t'u rëndojnë dietën shokëve të Epstein. Bravo me këtë. I shkruan vetëm dallë që. Kim Jong-un ndjek stërvitjen bashkë me vajzën e tij. E po i dini dobësitë e vajzave të vogla, për qafimet, ponit dhe raketa strategjike që lëshohen nga luftaniet. Çmendur fare është ai Iziu. Do të hyj edhe ai në luftë, si po pret. Ai ishte po Ja kur rikthyem me gaz, me hare, me gaz paja, jo. Tani jemi me një general, me një producent, me një gur të çmuar të këtij vendi. Me një rubin, nuk e di çfarë çfarë të duash. Zoti Turian Hyska. Përshëndetje me ju, si jeni? Si kaluat? Mirë, përshëndetje. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që na erdhe. Mund të të ofroj kujdes mos e thyet gotën se na ka thënë sponsor. Këto nga vreshat e Dalinës to? Ore, faleminderit shumë që erdhe dhe tani shikoj se unë i shkruaj ta këtij. Ja kam numrin unë turit të turit Ramës Se ç'po ke që nxjerr? Jo ato foto që më ke çuar lagurisht. Dakor. Si ose jam akoma po. Tani shikoj sa i sjell shëmisha njerëz të nderuar. Turi mirëmëngjes vëlla. I them vëlla. Vëlla. E di që Dhe po ka tani. E di që mund të kisha pritur edhe pak nga ai me atë lotin. Por do doja të kisha të ftuar në emision javës tjetër, si e me kohën dhe me nervat. Që ta. E ky më kthen. Si u ka ta ndisë o i shkret. Kështu ka thënë vërtet. Që nga bukur kjo. Si këta tipat e emisioneve të pasditeve që të ftojnë për një rrëfim ndryshe. Po. Vërtet që nga bukur kjo. Po, ke godit. Qesha dhe vetë me këtë. So me vërtet si e ka ta ndisë shu. Me ti që e ka ta ndisë, po si është ka ta ndisë media që t'jep ty hapësirë. Imagjino ku jemi. Po e thon pastaj pse s'kthehesh në ekran. Ç'të kthehesh më mirë. Ka kap. Ore, po shiko. Kur mendon që ka kap fundit. Më falja se... Shiko një snobizëm të madh në fakt nga krezi i vitër që ka bërë televizion. Se ju se çfarë bëni, ca intervista, kërkoni ca lajme, ca të ftuar. Ndërkohë këta çdo i ftuar që ishte dikush te zogu i Tiranës. Edhe i bëni kështu, je gay? Atë ka bërë këtë murare se ka bërë njëri tjetër. Je A gay? ka thënë po?
Gjyqa ju rën këto gjëra. Ai shkreti qarta si ajo nuk ishte intervista- gay. Jo, s'ka lidhje njëherë. Ajo është nuk e di pse është pyetur në atë kontekst, në orët e vona të natës, ndoshta me një gotë verë. Po me zogu, po unë se mbaja mend fare atë, po është bërë e famshme nga brezi juaj, ju të tiktoqerive. Kujdes se edhe ne po pim verë këtu. Nese, unë kam ardhur të pyetem. Atëherë ne do bëjmë një rrëfim shumë special me Turian. Turian. A mendon që ai Turiani i vogël, ai atje në Berat, duke ngrënë Mont Blanc, duke dëgjuar historitë e ndonjë kushoje që merret me mall në Zvicër, a do ishte krenar për ty, për këtë turin tani, që merret vetë me mall? Atëre malli ishte më i pastër. Tani çdo gjë është prishur, është realiteti keq. Shumë njerëzit nuk e vlerësojnë. Unë nuk e dija që ky podcast ishte kaq i thellë, kaq emocional. Energjia këtu, fuqia, aroma sallamit, vera, elektromagjik. Të gjitha këto e bën një njeri atë që është, vërtet. Turian. Ti ka humbur babain në një moshë tepër të re. Si ka ndikuar kjo në formimin e burrit që ti je sot? Po, A mendon që ai është gjithmonë me ty, Turian? është mërxhan, është. Mendon që po na ndjek dhe sot aty lart? Pra ky emision po shikohet në 2 dimensione. Konkuro me këtë Mira Kazhani. Pa! Turian. Po prit. Ti mendon vërtet që babi im do shohi një si puna jote seriozisht? Ë? Në fakt ata kam Big Brother lart. Të pëlqeu? Jo. Kështu më thonë të gjitha mua. Ore, mos e shko kështu se dhe ky bënte atëherë me Oktapodin, siç e tha, bënte kështu nga këto rrëfime, bënte si prift, mori Dalinën, nuk është prift vërtet. Oh? Ka pasur si role. Mori Leonard Bomba, e bënte kështu, jo i kam qejf fëmijët, jo unë i kam qejf më shumë. Nuk e di apo flisin për njëjtën gjë. Veç që thash atë prift të gjëra kështu, çfarë bëhet që s'lejohet më të bësh shaka me feno? As mua s'm lejojnë për shembull. Që të bësh aka. Çfarë bër kaq sensitive jo çdo humorin për gjithësi, se ti je konsumues i humorit mirë, me sa të njohun. Shiko, unë mendoj që duhet bërë humor dhe duhet bërë humor pa filtra, sepse nuk i vjen e keqja njeriu nga humori. Nuk e di, ndoshta koha që jetojmë, ndoshta realisht se nuk po e bëj të madhe, por që është pak globale kjo, që është bërë pak më e dhunshme, shoqëria është shumë e ndarë, nuk është se ka pika takuse, dhe prandaj kjo reflektohet e mosdëshira për t'u tallur. Nuk i ka ardhur asnjëherë e keqja kësaj bote nga humori. Nuk e di, domethënë, okay, kur bën njerëz si ty humor normal që duhet ndaluar, po problemi është që s'kemi ç'bëjmë, domethënë nuk, domethënë fal teje, degradoj humorin, fal teje. Atyre si ty, se si je i vetëm, po. Ti jam i mirë pa. Ore, se unë kur kisha Florin jam në shkuar. Edhe unë kur kam këta të ftuarit, ju them shoqërisë time, që ore kam këtë, ç'a mendojnë? Edhe ata më thanë për atë për shembull që ai bosi serioz. E ja thash unë e pyeta. Kur u thash për ty, më thonë, mos e shko ashtu edhe, disa leka ai. E pari më thanë, mos e shko ashtu. Mos e shko ashtu, edhe disa leka ai. Për mua? Aq lekë ke mo? Ku të lumë të goja? Kredi kam. Kjo është e sigur, tani nëse këto quhen lek, janë lekët e bankës e kemi bashkë. Jo, nuk kam shumë lek. Do të thënë ndërroj dhe po mundohem ndërtoj një jetë më të mirë, po për momentin nuk kam shumë lek. Thonë që ka Zamir Mania, ai thonë që ka shumë. Kush është ky? Zamir Mania është një djalë i ri rreth 50-ave. Po kap 2 miliardë që ai. E kam parë edhe në Instagram tur, nuk është se bën në jetë, ti është zakonisht. Jo. Ti kishe edhe ditinën e gruas pas ka bërë? Po. Edhe as lek për tort, kishte bërë kështu një tas me kaviar. Në artistat e vaj. Stop. Dhe ajo ishte falas. Seriozisht? Se morëm Të njohur në Istanbul? Në Istanbul ai burri
ai kamarieri kishte shefin e kuzhinës shqiptar, e solli atë që ishte kota e kaviar, ishte fallce, nuk ishte kaviar. Po ti do më pyesësh? Jo, le, janë gjitha pyetjet e mia, nuk do të them gjë. Po pse Na më është gjeneral. mbajeni si kompani që Jo, gratë jemi totalisht maskilis. Gratë janë vetëm për të kurosur. Gratë kanë vendin e kuzhinë. si ka mund, në vërtet i prandaj po bëja salame. Ore më ke shajton. Mos e shiko kështu, e disa i pëlqen pushteti këtij, ai po e shijon pafund. Po jo më çlidhe ka kërkoj mos ka. A ke parë kronologjinë e karrierës së këtij njeriu? Sa kufor më ka shkelur E ke parë? Ore, me një zarë në dorë, kështu donte të pajtonte noizin me stres. Ata për pak ishin vrarë 2 ditë para, kjo thoshte ai shikoni këtë. Doni shok. E kam pas pushtetet. Pastaj bëri tornado me parade, duronte ata pleq të kapnin lekë kështu. Disa jam pa taksë, e kisha shumë qejf se emision, po piva i cigare bar një herë dhe e pasha u mërzita shumë. Pse të Nuk e di u bura kështu, çau bëjnë njerëz me kështu kapi kështu. Ore Mos do pinë drogë. të që unë skapja do të më shumë se 1.200.000 aty vet e kam tentuar 3-4 herë bas xhirimeve. Skapa kur. Njeri e kapi, kishte kapur stilin dhe çfarë bënte, i binte në një mënyrë që kishte studiuar, të 3 muaj që kishte parë mate dorë në një fond të atij dhe vinin 5 vjeç vetë. Kështë di, kishte kapur mekanizmin. 4 milionë cafit ai. Javana. Po më kështu emisionesh. Po se bën këto pra? Ja. Po dhe thash që pra, po të në moment, televizive, shiko, a shfrytzuar çapësirë është. Në momentin që nxjerr krijesa të tilla. Pa shiko se unë nga që të kam mik. Edhe ja lejoj njëri tjetrit të Edhe pa mundohesha ta bëja këtë se disa njerëj mirë është. Po ta shkosh në Instagram, jo, me vërtet. Mbështet kështu mo çdo lloj njeriu. Atë e bëj vërtet. Vjen kështu dyqan mushamaje në Rogozhin, në Syr. Këtë e ke vënë me vërtet, se e bëj vërtet. Beton me kamerën mbështet çdo lloj njeriu. Por e biznesi kështu, gozhda në Lushi. Edhe s'ka shans ti sponsor se do falimenton. Me gozhdier, si quhet ai që me Ndoshta i ka bën ai nder në një moment specifik. Jo, vetëm galanter. kam si kështu, e kam si Mos të vjen kështu nga subkonscienca nga që ndoshta. kam bërë keq në jetë. Jo, përkundër. Ja, kur ka qenë një djalë i vogël i ndrojtur Jo, në s'ka qenë Tiranë fare në ndrojtur. Egër. Kam qenë nga Berati. E di, kam parë. Ka marr 16 vjeçun këtu. Ne kishim kaluar në 87-ën Po atje. ndoshta s'ta ka dhënë njëri dorën, them, pra ndoshta e ke kështu që do titi mbështetësh njerëz. Nuk ankohem fare. Se edhe ne na mbështeti për shembull. Po juve meritoni tani për te shakave se domethënë për te shakave juve të gjithë si grupo dhe ti. Për kriminalet po flasim. Bravo, kjo ishte shumë e bukur. Domethënë kjo ishte e bukur dhe ti edhe ke shanse që ndoshta pas Megit të kesh një lloj. Më vjen mirë që thua Megi, sa ajo ka shumë qejf Megli. Megi. Si e ke ti? Megli. E pra pse e thash Megi më sorry. Meg e di që ke Meg. Dalina ka fiksimi kështu me goca që fillon emrin me E po tani dhe ty është shumë e komplikuar. Bëhe Megi o burr tani, ç'është jo Megli. Ndaj Po të jo, pra banë- aty është e bukur. Kush e ka vënë? Ime më Shumë ndje detajiste. kreative, ka njëri me L dhe vuj një L e provoj L-n ku trinte dhe ndeti aty Megli. Edhe po thoshim ne ku e lamës, edhe mos bën veten. Ti vërtet ke pas Diogo këtu, po edhe ne tjetër prap kemi kalu 40. Masulmon atë i dish. Ata e dinë se nuk i pëlqeu, çka ishte i mërzitshëm. Jo, po fisa për dhënien e dorës, realisht për te shakave. Unë nuk mendoj që i vjen e keqja njeriu nga suporti i njëri tjetrit. Domethënë nëse je komod me veten, nuk kam kërkuar kur mbështetje, kush më ka mbështetur e falenderoj, ndër vite jam gjithmonë mirënjohës në çdo etapë. Mos më thua atë vizionin, atë e di një tjetër. Po ja për shembull në mënyrë të pa, okay, Doktor Flori për shembull, okay, kishte edhe vllajin brenda, po ishte një njerëz që se çante kokën fare nëse të tjerët të rriteshin sukses. Dhe mua më bënte çudi kjo. Domethënë më bënte çudi atëherë në atë kohë që ai ishte komplet, ndërkohë shifje sa nxile pa kokën. Shifje se si filani zgjohej me filani për të bërë filan. Ai është njëri që çan ndihmonte këtë tipin e parë, për shembull, dhe këtë lloj fisnikërie unë e vlerësoja maksimalisht. Po kur ishte gjallë, ke falenderuar doktor Flori? Po tash doktorin e kishim. Po prandaj po të falenderoj sa e gjallë. E kishim si idhull, s'ka lidhje, domethënë Pa doktori qenë shumë për mua doktori ishte një krijesë e çuditshme dhe me aq shumë ngjyra sa nëse është temë tjetër, po personalisht është ndër njerëzit që më ka shënjuar në formimin tim artistik këtë Do temë. pyesim Ermalin për atë, sa i ekse në shumë shok. Po s'ka lidhje, doktorin doni shumë nuk ka pas garë. Un kam qenë brez, kemi qenë më të vegjël, un kam Albanin shok të ngushtë, kështu që më dilem mjaftonte një nga kondët. Albani versioni i vogël i. Flori ishte më i madh se ne në të gjitha senset, kështu që s'ka lidhje. Nëse mos ta trishtojmë bisedën. Hajde, bëjmë një pyetje djalit zotërisë. Pse je purdrat këtu të bësh ti pyetje po?
Ore, edhe unë jam general si ty. Ashtu, ja dhe një muaj të shofësh. U emocionova tani. Ato ka ndihmuar. Është joshës më mos ka bërë namin para. Dalë se para 20 viteve. Më të theksohet sa 18 se jemi. Po hajde. Hajde, gelem këtu mes nesh. Atë ka ndihmuar të jesh kaq i zoti dhe protagonist i mirë në televizion, fakti që ishe më i keqi në produktin. Kush ka shkruar këtë pyetje? Tani unë nuk kam pas as dëshirë. Vetëm pasaj kur pash famën e West Side-ve, pas që mundësi të ardh, unë kam pas 2 avantazhe. Një, kam qenë të mërësisht llafazan. 2, kam shkruar tekstet. Kjo ka qenë pika që më mbante mua në grup fort. Pastaj kjo pjesa e repit kam qenë grop në gjykimin tim. Ka dhe fanza që më dunur, po se di qa du, po punë e tyre. Në muzikë unë kam qenë, le të themi, më i dopti nga 3 çunat, por në të shkruar kam qenë mirë, që të jem i sinqert. Do të thënë, kam qenë okay. Po, unë kam shkruar gjitha tekstet. Albani bënte muzikën, Fabi, Albani dhe Fabi bëni të 2 muzikë, Fabi merr me pjesët teknike përgjithsisht orkestrim, unë bëja tekstet. Ne kemi qenë pak të çuditshëm sepse kanë qenë 3 njerëz me 3 interesa, me interesa krejt të ndryshme, me punë krejt të ndryshme, po kur bëheshim bashk, neve nuk mendonim as strategji për grupin, po visheshim si qelbësirë. Do më thënë, Fabi ka pasi pa shapka me kështu këpuc me gishk, Nike, këmbë të dhis, 700 vjetin pape ato. Do më thënë, nuk e haroj për shumë, kur vinte tingulli trend, vinte i getoari, sikur, e këpse një gjë e madhe kështu i veshë dhe ishim dhe ne repista. Një mjekër e madhe që ishte. Humor, në duke, ishim ato kështu, ta më figurë, va. E më që ka që të me qilirën, apo? Ne ishim, janë nga Berati në testatës i par rritur. Do ta nxjerrim këtu me shumë mundësi edhe pjesën ku ka qenë ti me një kështu si shami me po tarak trokasu pra, aty na viste na ati kolla. Kam qenë bukur i dheut, ë? Kjo që them unë, është ure aty. Tak trokasu pra. Po duket që është shumë energjik. Kam qenë energjik, po. Aty realisht kuptova unë që mund të bëja për televizion. Unë nuk e kam dashur televizion. Unë kur të shikoja kështu si këngëtare, e kuptoja që ti kishe hyrë aty vetëm për goca. Po, mi me këtu për goca. Kemi hyrë njerë dhe ishe kështu e shikoja kamerën kështu që Jo, disha kamerë, fiksova në mësova, nuk e di, shiko, unë nuk se gënje kushto që s'do t'jeti famshëm, është gënjeshtër, që demek s'dua famën të budalishe. Pa aftë të thënë. Konvertimi në pushtet, fuqia që bep kamera, po, këtë e doja. Unë nuk e dia, ama unë kam një gjë. Unë nuk kam nostalgji. Po më vure kamera para, mund të rritë 3 orë gjysë, mund të mbaj live. Nuk e di si vjen, ose vjen sepse formimi i përgjithshëm ka qenë okej, pra sepse të dalësh në kamera, unë vazhdoj e them për te shakave, që nuk mund të dalë kushdo në kamera. Kamera duhet kesh një formim të përgjithshëm në radhë parë, sepse kamera tradhton, nuk është se ti mund të jesh i lezetshëm, mund të kesh karizëm, mund të kesh energji, por nuk di të artikulosh. Domethënë, aq më tepër të intervistosh si s'ke për ta mësuar kur, po kjo është, domethënë është dhunti që shumë pak veta e kanë. Unë po më dhe kamera, kuptova që e kisha këtë gjën. Edhe aty a kam dalur aty për të përgjuajtur goca? Absolutisht po. Madje, se unë kam marrë nga Berati atëherë, këtë se kam thënë. Berati është në Shqipëri, është këtu që. Po, jo, jemi tip provincë me vete, nuk ka lidhje. Edhe unë era në fund të vitit të parë, në Petronin edhe në Petronin kështu, edhe në plazh kam gjetur një zinxhir floriri, unë s'baj asnjë gjë ndër, kam alergji kështu. Kam gjetur një zinxhir floriri, dëgjoj, në det brenda, me gërmu me këmbë, rastësi një zinxhir floriri kishte një slavisht të shkruar nga brapa ai, po më zinxhiri shëmtuar nuk bëhet. Më duket se ka shkruar mami para ca viteve. Se i berishës. Dhe unë e mbajta atë kur hyra në Petronin, mbajta që të me erdhi ky nga Berati dhe në kokën time imagjinoja unë se si do rrifesha me këta. Ata ishin njerëz të mirë çkretët. Isha unë problemi, isha unë i egri. Po nuk isha dhe jashtë shumë egër, erdha me 10, përfundova me 6. Suksesi i parë i Alban Kondit ka qenë që mora unë për herë të parë 2-4. Dhe këtë ja dedikoj Albanit. Albani ishte kështu. Jo, Albani ka qenë shumë i dashur, shumë i qetë, ka qenë, po Albani punonte. Po prandaj ti ke shkruajtur, pra se vetëm parazitët shkruajt. Po është dhuntim e vërtet. Ti si mendon që e ke dhuntim të intervistosh apo të intervistohesh më shumë? Se ti flet kështu, po të le të flasësh. Ja. Më po të bëj për unë tani për te shakabe mendoj që zhanri më i vështirë në televizion është intervista. Nuk e them unë, thot BBC-ja, të cilët duhet punosh 30 vjet në terren. Dhe pasaj dalësh edhe të bësh hard talk-un, që është intervista më e vështirë. Në Shqipëri është pak inflacioni kësaj dhe rrjedhimisht ti s'kupton më, po a jam unë i zoti në intervistë? Se di, nuk. Mendoj që
S'te ka që ke ullu që jam shumë mirë. Mirë, ishte me Oktapodin si ishte keq. Donte të fliste vetë është si puna ime. Po, mirë, Se e okej, shikoj, kam problem, thash më doli një video dhe s'pëlqeu vete. Gak në dy momente. Kjo intervista shkoj si back to back, jeni të dy kokë në kokë. Po, pra, tani. Por jemi shiko se po ai vdes po për protagonizëm, po një lloj edhe unë, para se jam kështu. jeti? Horoskopi? Ai e ka ditën tani në 30 deri te 1. Stalker. Okej. E më pëlqen shumë herë të reja. Një dash dhe një gafore, një duel, kush të flasi më shumë në Po jo, pra studio. kjo nuk është mirë. Kaluam te këto. Nëse Kjo e qeshra jote është s'ka paguar. E po na kishin shkruar ta gjëra se unë si lexoj komentet, po që s'am thënë që Megli qesha ishte ai komenti. Kishin thënë që po Miglin e keni marrë në studio që të qeshi. Vetëm të qeshi. Edhe unë thash po kam punë në ëndrave, paguan për çën e bukur dhe për të qeshur live. E shikone, e kemi marrë se na do Me aj sa i ndodhet, po. ti që e ke shkruar. Tani Edioga më ekspozoi. Edioga më ekspozoi. Shumë e paprisur. Se ja treguat Po. Ore, këtë ditë që Edi është bërë çuditshëm, thu po si matëm nuk vi. Po Nëse. s'ke parë shumë ti. Jo, nuk isha këtu. Në fakt Se e gjithmonë kuptova dhe unë. kimin e Edit dhe këtij nuk e kam kuptuar. E çuditshme për të. Okej. Por edhe Thash na edhe të pasi lidh mbarojmë vetëm. seksin me Edin jemi kështu. Pse po bëjmë këtë? Vazhdone, ja. Vazhdo. Mendova se e kishe lënë me kaq. Generali di ka ikur që kollar është të s'kam Në fakt nuk është general, ajo është aviacioni, po edhe janë nga këta të atyre linjave që nuk bëhen kurr. Ka këta që Që janë në muze. e bëjmë të për stewardesat. E ke shëndin në muze. Ani unë jam veshur kështu, se nga që ne edhe para se të vjet i kishim një tempo flisnin për reality show e gjëra këto. dolëm te Edhe këto. ti e ke trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme me filmin Kazerma, po s'do flasim për atë se ku ishte ky te Po, Dalina, po. deri te Drini, Ku s'dola, po. ku vërtet, s'doli kështu, po si shkoi filmi me shitet, me që tani jemi në aftermath. Në fakt, për ishtë të vërtetës, unë nuk e prisja që t'ishte aq i ndjekur, sepse mendova film pak i komplikuar, me shtrezim mesazhe, bla bla bla, publiku i mësuar me komedi, po doti që shkoj shumë më mirë se realisht pa shaka shumë më mirë se që prisja. Filmi ishte shumë i mirë, unë e pash. Jo se po të bëgoj ore kot. I mean it. Po ti dhe mund ta bësh, po s'ta afron njeri se nuk e se sa servila ka parë si ty. Atë kishte munguar ky presioni i performancës, i shifrave. Ua, më ka shkatruar fakt se kisha harru fare këtë gjë. Unë se kam ndier më parë dhe tani më vjen Dalina çdo javë më jep Sa klikime ke? kaq klikime, Po, duhet vinin bësh këtë, se unë edhe që nga tmerr i madh. Është merr i madhësh. Shiko, duket çaka nga si kjo puna e televizionit, po apo e medias tërsi. Po është presion shumë i madh, është e lodhshme dhe është shumë stresuese dhe unë e kisha haruar këtë gjë. Dhe aty e ndjeva, sidomos se kisha gjithçka timen, po ja vleti. Unë isha i qartë në atë, pra pritshmëritë ishin të ulta, kështu që shkoj përtej pritshmërive dhe u kënaq. E ke parë filmin e Turit? Jo, se ka parë. Okej, bëja pak atë pyetjen tani. Pa bëj një pyetje Xhaxhi Turit ti. Xhan, Se këta që pyesin dhe s'kan parë filmin këta janë perl. ashtu është. Prandaj e kam lënë asaj atë pyetje. Jam shumë keq tani, nuk e kam parë, po S'ka do gjë. shkoj ta shoh. S'ke ku e shema më, se 4 muaj kinema, atë edhe Avatari zgjat 1 muaj. Po mirë, me që unë se kam parë filmin dhe ti ke bërë shumë intervista në lidhje me filmin. Nga ato persona që të kanë bërë intervistën, a ke kuptuar për shembull kush nuk e kishte parë filmin? Ja u vura kusht. Nëse ti nuk sheh filmin, nuk të vi. Dhe i testoja më. Dhe i kërkoja dhe review dhe pasaj, sepse është ofenduese që ti të bësh një vepër dhe ti të më intervistosh mu për veprën kur ti s'di çfarë vepër po flasim. A ose si shkoi ky film? Si shkoi ky film? Si shkon ti? Ç'a them, ose pyetesh, ishte e vështirë, si e bët castingun, se janë këto pyetjet që si e bën casting. Prandaj unë s'kam asnjë nga këto. E di këtu, ato që i ke ti tani, sa gjërat lezetshme i ke. Ja, a bëre një lek do thoja kështu se duhet bërë. Jo, nuk bëra lek sepse ishte ndërgjegjshme për të bërë lek sepse nuk isha product placement, nuk isha sponsor brenda në film dhe e treta, unë nuk i hoqa cruise productionit, nuk i hoqa asnjë nga elementet kryesor. Pra, kostot e filmit ishin të larta, rrjedhimisht dealli me kinemat është i tillë që nuk që të penalizon, është 50-50 plus përqindjet e 20% që të 2% që kërkoja, kështu që sado bileta shesesh nuk e arrin dot atë, por isha i ndërgjegjshëm, domethënë
isha i ndërgjegjshëm që nuk do fitoje jo, sepse doja të bëja një produkt të mirë, shpresoj të kem bërë një produkt të mirë që të tjerët pasaj pse jo, të jemi një portofol serioz kur të shkoj të kërkoj ose sponsor ose bashkëpunim ose mbështetje financiare. Jo, ne duam të falenderojmë si publik që nuk e ke futur kështu fosra e gjëra, atje haje edhe i jep kos. Në fakt ato haje imagjinova domethënë të ishin me sponsor sa super dhe kisha marrë goxha lek. Edhe me vërtet që nuk e hequr besoj ato që thete stafi e të këto gjëra se ndihet në produkt. Jo, ishte domethënë ishte perfekt si film. Po jo, ka plot, tani po t'i vim filmit tani, ai film ka plot gjëra që dhe unë vetë ashtu, po jo, nuk i hoqa sepse thash unë o e bëj, nuk se kishte rrugë të mesme. Edhe mesazhi ishte i mirë, para se ti nuk e di. Është për atë gjën që folën para ne, që kishte folur e Sandrë më kënaqi, se para se të vjet i lexova Sandrën, nuk që e kishin ftuar te Ferma VIP edhe. Sandrë Gjokën, Sandrë Frank. Ec aty. Gjuat e dhëmbi, ec aty Do shkoj tek Klani më duket ore mos. Turian hyn tash tek Klani. Jo, unë vetëm Top Channel më ka ngel pa provuar. Na dole fiks. Pse unë tani një nga dua ta shkoj në Top Channel. E Kazermës, siç u mor, ishte për Big Brother. Jo, dëgjoj tani. Atë ka shkruar Ledioni. Se i merr personale i thonë, është kështu. Ja, shiko tani, kjo puna Ledioni është shumë i zotë një herë, atë part për te shakave. Shkarsega mos i unë. Okej. Pse dhe ti e nga Erseka? Jo, më. Do doja. Dhe ti i bardhi. E para njerë ai film është konceptuar ku ka qenë Arbana moderatore. Kështu që do të thënë, pra nuk ka lidhje Ledioni. Ledioni ishte moderator. Urrejtja është për Arbanën domethënë. Jo, Uriani s'ka urrejnë Arbanën, po mundon ta shes. Arbanën e kam shoqëm, kështu që nuk mund ta urrej dhe filmi është pak më kompleks në mesazh. Forma për t'i çuar njerëzit në kinema për të dhënë atë që doja t'jepë, se s'do t'i përsëris mesazhet, është një gjë që e njohin gjithë. Dhe është ky forma gjua e reality show, sepse unë nuk mendoj që duhem bërë filma dhe filmat i shohësh vetëm ti, Tezja, Halla dhe mamaja ke qenë smura ditë mos vita shohë. Thelbi i filmit tim është një shoqëri e cila ai i pushtetshmi nuk respekton në asnjë moment atë që është poshtë ti. Në momentin që vetëm duan të shkelin kë është poshtë dhe të lëpihen atje sipër, atëherë prodhohen mostrat si kjo është shoqëria jonë. Ky ka qenë thelbi, ky ka qenë konteksti tani, pas se si e vesh artistikisht, për te shakave. Ti ke veshur si Ledionin atë. Po jo, sa i mban nga ato penuaret kështu. Po si isha vesh si Ledion, tani ti ç'pun ke me Ledionin ti, ku e di ti ç'është Ledion? Të fusësh mua në sherr me Ledion, po nuk e para një me Ledionin, realisht mendoj që se Ledioni është mosha ime, mendoj që është një figurë shumë e arrirë artistike për te shakave, spotave. Ai nuk është sketch, që hajde po unë s'jam as imitator. Thjesht pasaj këto ngjyrat e këto janë gjëra të vendosura bashkë me kostumografin me Borën për të dhënë idenë e një njeriu që është jashtë realitetit të përditshëm. Kjo është ideja, kështu që s'më vë dot të sherr me Ledionin, se s'ka si të ketë. Pra ishte Ledioni. Ai u Dhe nuk është Big Brother, kujdes. Nuk është Big Brother. Ajo është Ferma VIP. Ferma VIP. Jo, s'është Ferma VIP. Sa bën atë me lopçarët kështu. Është ajo It's My Home. E përmendëm edhe në fillim. Po, ata janë. Po, aty ka vetë është cirku shëtitës. Jo, nuk është. Ideja është Kazerma është një shoqëri gati ushtarake e dhunshme. Kjo është Shqipëria, ky është thelbi i atij filmi. Po ti do ta kuptosh kur ta shohësh, s'do e shohësh kur. Do më gjeni më. Ç'ne gjithë kjo dëshirë për se do kthehemi te filmi, po ç'ne gjithë kjo dëshirë për te Top Channel, se e thënë ja 2 herë, duket se e ke thënë në një event tjetër, që vetëm ai topi më kanë. Jo, nuk e them kështu po i bëj thirrje, po i uloras atyre, nuk ka lidhje. Po ti me telefoni a thua, po që Po jo, ja kam thënë, unë jam takuar me Lorin. Nuk ka lidhje. Atëherë them në ciklin tim se është putur nga konteksti, po në ciklin tim unë vizionin jam rritur u bëra burr, në Klan u bëra me fëmijë, në Top Channel. Qa do bësh se? S'kam shkuar, mbase nuk do shkoj kur, se unë momentalisht, mbase atyre se din fare kush jam unë, as u kërcej fare, mbase, po jo mos... se tha në Klan u bëra me fëmijë, televizioni u bëra burr, në Top Channel duhet gjesh një motiv. Në Top Channel, në Top Channel është krizat e 40-ave. Te Top Channel është televizion i cili është televizion shumë i fortë. Dhe unë nuk i kam pasur kur në dorë armët që janë Top Channelit, në kuptimin e figurativit. Dhe ke bërë gjithë karrierën
dhe ka ngelur një sektor, Top Channel. Kështu që logjika do që për ta mbyllur ciklin, ta mbyllësh ndoshta me Top Channel. Thash Top Channel është shumë i lumtur në jetën vet, unë jam shumë i lumtur në jetën time. Nëse më takohen ato, më puqen interesat, pse jo? Por nuk është ndonjë gjë kaq e madhe. Unë për momentin nuk dua të bëj televizion. Deri në prill. Pas prillit. Prill maj. Televizionin mos u ndaj, kështu që. Banalitetin madh që unë do doja në fakt pafund të bëhej në një gjë. Edhe një herë, mos ishte si kështu. mund të rikthehem televizion? Po unë sam televizion, unë jam YouTube, unë jemi kështu. Po nuk ka rëndësi më je në një ekran. Si mund të rikthehem unë televizion? Se do ta mbushja gojë, po s'po e mbush. Po ti mos bëjo kështu si unë, bëj kështu me lojra, si bëj ti. Se ti ato ke qef. Si aq vari Zara të zbër kjo punë sa Nëse jo më. Ti faleminderit. Zarat. Po s'është mos u nxeja, është ludo. Unë kam qef të bëjmë një lojë bashk. Po loja do ta bëjmë të trene, si thënë. Kjo s'ka lidhje fare. Ti se doja ti ishte që ta shikoje një herë. Ishte sponsore. Ishte sponsore, jo? Edhe loja s'ka lidhje fare me këtë. Loja është pyetje të gabuara vetëm. E kemi marrë nga amerikanët, mo wrong questions only. Gjë keni marrë nga amerikanët përveç teje. Hajde Meg di këtu. Ja, do e bësh ti këtë? Ore, Meg, ore do të surprizoj, do të surprizoj. Hajde më pyet Meg. Me gli. A do Me gli. nga që s'kemi buxhet ne edhe do bëjmë një lojë kështu brenda në studio. Se kisha menduar unë do bëjmë mos u nxehtë kështu ta dalina ori shmendur ti ku kemi lek ne ta bëjmë kështu. Mos se bëj dot më unë, jo më ti. Do të Ka qenë 100 metra, sa ka 2000 metra katror studio të edhe merr sa sa e madhe. mirë që kolega ime është 21 vjeç. Edhe tha bëjmë kështu wrong question. Si e 21 kem? 21 vjeçë? Jo. Ja pra, si e 21. Do ta shesi në këtë episod. Po se jam Jeffrey unë vllai. Ti nuk Jam je, po. lumturist 41. Po mirë, as unë sam tutoro, më janë. Tutor. Tutor nga Erseka. Unë dhe Ledioni. Po ç'kemi Ledioni? Po se ta ish nga Erseka dhe tutoron gjithë ata të Big Brotherit. Tani kjo loja është që përgjigjet e gabuara fitojnë. Por kush e ka bërë këtë lojë geniale? Ti. Geniale. Qa ore ke bërë? Shtë në orët e mia të vonës më zë gjumin, djem kreativ. Dhe bën këto? Lojra. Bën këto? Denis Liqe. Po ha pra thuje? Nga që unë voni bje me dorë kërës më të gjumin. Përsur. Ke filluar flesh pes tash. Sa keq do ta presim. Hajde. Tani, nëse dikujt i vjen e para përgjigja, i bie E s'dire. kuptua momentin, ha? Po se Po më si vërtet s'po e kupton ti apo po ta trave? Po jo, dua të mbaj sa më shumë që të se na ka thënë Dalina do ta bëni një orë. Ah, po fore se e bëj gaçuar me. Po e bëj unë orë, s'ka nevojë. Ti folë. U thas ta mbyllim për ritëm. Po kështu. Po pse dorë thuaj dorim ne? Hajde. Atëre me të lutem me çfarë ke shkruar atë? Ke punon në Mac apo punon në Windows? Çfarë sistemi? Mac. Mac. Mos bjerë projekti, vazhdo me. E ka Wordin, e ke Wordin të metit? E ke të bler apo e ke të E kam të hakuar. hakuar? Ndjem Okej, rebele. në rregull. Këto janë ato pisliqet që bën. Hajde. Kjo e para është shumë e thjeshtë. Cili është kryeministri i Shqipërisë? Sali Berisha. Na i prishi. Kush e moderon Big Brotherin? Rejtisha. Hajde. Çfarë bën një çift pas dasme? Pispili. Kush e ka bërë filmin Kazerma? Ledion Liço. Arban Osman. West Side Family ka qenë i formuar prej Landit, Florit dhe E ke ti? Irini Qerjakun. Oh, bravo Denis. Bravo, e bërë shumë mirë. Dhe edhe një bë. A mu ta bësh pyetjen tjetër me zërin e Irini Qerjakun? Kam një histori me Irinin unë. Edhe ti? Shumë mirë spat. Vazhdo tekstin se dikush shkoj dhe rrit të presi. Çfarë ngjyre ndisur ka kështu. kali i bardh i Skënderbeut? Moza Ahmeti.
Ishte bukur. Kaluam të atë. E di atë këngën e Moses ti? Xhuxhi kuqe ka një uq. Po. Ky është momenti më i bukur në këtë emision. Ky është më në fund dikush ja di xhuxhin e kuqeve. Unë di shumë gjëra me fëmijë Gdim. më. Di shumë gjëra. Di shumë gjëra me Gdim. Me që di shumë gjëra, Po kush do është viti mbreti? rëf. Aha. Kush është mbreti i xhunglës? Sali Berisha. Po kjo është e vërtet, mo, duhet një përgjigje e kundërt fare. Vërtet. E dioga. Se s'është të marrë. Çfarë mbin në kokë dhe duhet qetur? Manafera. Atara morave i thot manafera. E te kontrollua mirë, mos ka mora, Ne zini pa e the shumë manafera. Sa zini, po zhulca o kulashe. Me vërtetë? Njerëz pis, po ti akoma Unë mbaj mend, e di pse e mbaj mend nga që më ulte mami edhe aty për të parë kam U e vaj kur, të herën merë. e periodave. Me shumë mundësi ishte me ato ime më, edhe po më krente. je për te çdo je thjesht Ti sa kokra e Nëse e të betohem, do doja të ju betoj që nuk është je gënjeshtër. një kokra e brokolit të ndenjur. I qel. Si quhet kafsha që na jep qumësht? Ti s'do ta fep se deshe thash. A, thua. Jo, se do bëj namin. Ha më, po s'ka se presim po. Jo mami, Denis. Jo. Me ikua, ajo që më erdhi nuk e thash. Thuaj ti. Shtype ti tani. Shtype. Sa i mirë kodra. Ka dashur që më të pije qumësh nga sa këtë. Ishe me generalin, e falenderojnë shumë kur janë. You're amazing. Me këdi je amazing. Mos t'i gjosh çfarë thon për ty. Faleminderit. Faleminderit. U knaq. Më mirë. Ishte u kënaqë. Pra, do më ndihmosh ta shoh diku filmin e Kazderë. Të shpjeturit. Bëjmë një movie night. Super. Nuk e vë, u mërzit shumë që se kisha parë. Edhe unë u mërzitam. Që ai u mërzit me ty të më. Shi e mirën tjetër. Natën